Dy shokët e vjetër. Ata janë dy shokë të vjetër nga Kurejshët dhe nga ata që kanë merita mes brezit muslimanëve të parë. Ata janë dy shokët e ngushtë të dërguarit Allahut që pothuajse nuk ndaheshin nga ai. Ai sa profeti sallallahu alaihi wasallam thoshte shpesh: shkova me Ebu Bekrin dhe Omerin, hyra me Ebu Bekrin dhe Omerin, dola me Ebu Bekrin dhe Omerin. Me gjithë këtë lidhje të fortë që ekzistonte mes tyre, njëherë ndodhi një skenë e çuditshme që la gjurmë në shpirtin e të dërguarit Allahut. Ata patën një debat mes tyre që erdhi duke u ashpërsuar. Ebu Bekri radiallahu anhu kishte natyrë të mpretë dhe në nxitime sipër tha diçka që e zemroi Omerin radiallahu anhu. Më pas Ebu Bekri e kuptoi gabimin dhe kërkoi ndjes, por Omeri u largua i zemruar. Ebu Bekri ndoqi nga pas për t'i kërkuar falje, por duket se zemrimi i Omerit ishte i madh. Sa refuzonte dhe vazhdoi të ecë derisa hyri në shtëpi duke ia mbyllur derën Ebu Bekrit para fytyrës. Zemrimi i Omerit radiallahu anhu ishte i madh, po pendimi i Ebu Bekrit radiallahu anhu ishte edhe më i madh. Kur e pa se spati sukses në qetësimin e Omerit dhe planimin e pendesës nga ana e tij, ashtu i shqetësuar shkoi tek i dërguari i Allahut. Sahabët u habitën kur e pan Ebu Bekrin që po vinte me aq nxitim sa kishte kapur anën e rrobës dhe i kishte ngritur aq sa i dukeshin gjunjt. Kur profeti e pa atë duke ardhur në këtë gjendje tha: "Y shoku juaj më duket se ka një hall të madh." Ebu Bekri radiallahu anhu e përshëndeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ul dhe tha: "U i dërguari i Allahut, mes meje dhe Omerit pati diçka dhe unë nxitova. Po pas u pendova dhe i kërkova atij që të më falte, por ai refuzoi dhe unë ndoqa derisa u futë në shtëpinë e tij. Pas kësaj u nisa drejt teje, u i dërguari i Allahut." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Allahu të falt o Ebu Bekër. Allahu të falt o Ebu Bekër. Allahu të falt o Ebu Bekër." Kurse nga ana tjetër, zemrimin e Omerit radiallahu anhu e shoi shpejt dashuria e madhe që kishte për Ebu Bekrin radiallahu anhu dhe respekti që kishte për pozitën dhe vlerat e tij në shërbim të fesë që në fillimet e saj. Ai u pendua që nuk e kishte pranuar ndjesën e Ebu Bekrit. Prandaj doli nga shtëpia e tij dhe u nis në kërkim të Ebu Bekrit për të fajtuar me të. Shkoi të kërkonte tek shtëpia e tij, por nuk e gjeti aty dhe i thanë se mund të ishte tek i dërguari i Allahut. Omeri radiallahu anhu shkoi tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam me shpresë se do ta gjente atij Ebu Bekrin radiallahu anhu, por kur ul, pa se fytyra e të dërguarit të Allahut u vrejnd dhe po i ndryshonte ngjyra për shkak të zemrimit nga Omeri, që nuk e kishte pranuar ndjesën që i kishte kërkuar Ebu Bekri radiallahu anhu. Të gjithë të pranishmit e vunë re zemrimin e të dërguarit të Allahut, por kur e vuri re këtë Ebu Bekri, i erdhi keq për Omerin dhe nga frika se mos i bënte atij ndonjë gjë të papëlqyeshme ul në gjunjë para profetit, duke ju drejtuar me këtë fjalë: "U i dërguari i Allahut, të betohem për Allahun se unë kam më shumë faj. Të betohem për Allahun se unë kam më shumë faj." Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "O njerëz, Allahu më dërgoi tek ju si profet dhe unë u thash: O njerëz, unë jam i dërguari i Allahut tek të gjithë ju. Por ju thatë, ti gënjen." Kurse Ebu Bekri tha: "Ka thënë të vërtetën dhe më kam mbështetur me jetën dhe pasurinë e tij. Prandaj, a do të ma lini rehat shokun tim? A do të ma lini rehat shokun tim? A do të ma lini rehat shokun tim?" Pas kësaj dite, askush nuk e shqetësoi më Ebu Bekrin radiallahu anhu, sepse e pan me sytë e tyre vlerësimin që i bënte pejgamberi atij dhe pozitën e lartë që gëzonte Ebu Bekri tek i dërguari i Allahut. Këtu vren disa kuptime. 1. Shoqëria e sahabëve ishte e shoqëri ideale nga ana morale. Kjo ishte si rezultati i edukimit të lartë që u dha atyre vetë ai që kishte moralin më të përkryer, si dhe si rezultati i lartësimit shpirtëror që arrin me anë të shoqërimit me të dërguarin e Allahut. Megjithatë, mes tyre mund të ndodhin edhe mosmarrveshje të tilla njerëzore. Nëse do të ekzistonte ndonjë shoqëri ku nuk ndodhin asgjëra të tilla, ajo padyshim do të kishte qenë shoqëria e sahabëve. E ndonë se nga ky umet do të ekzistonte ndonjë person që bën përjashtim nga kjo, ata padyshim do të ishin Ebu Bekri radiallahu anhu dhe Omeri radiallahu anhu. Kjo gjë na bën që të hedhim një shikim realist drejt veteve tona dhe drejt shoqërisë tonë. Nuk duhet jemi të ashpër, më shumë se sa duhet, me vetë tona, duke u zhytur në idealizma
kur e gjen veten në situata të tilla, sepse njeriu është krijuar me një natyrë të papërmbajtshme. Ajo që mësojmë është se duhet të arrijmë që t'i kontrollojmë pasojat e saj, nëse nuk kemi mundësi ta kontrollojmë atë para se të ndodhë, duke i zbutur pasojat dhe duke shprehur pengesë në vend që ta vazhdojmë debatin me këmbgulje. 2. Po kështu, bërim reagimin e shpejtë tek Ebu Bekri radiallahu anhu dhe tek Omeri radiallahu anhu ndaj reagimit emocional kalimtar të tyre dhe forcën e këmbguljes për rikuperimin e gabimit të bërë ndaj secilit prej tyre. Ebu Bekri, menjëherë pasi tha diçka që e zemroi Omerin, e kuptoi gabimin dhe i kërkoi ndjes Omerit. Ndërsa Omeri sapo ju largua zemrimi, u nis ta kërkonte Ebu Bekrin radiallahu anhu, fillimisht në shtëpinë e tij, më pas tek shtëpia e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ne gjithashtu mahnitemi nga kjo ndjeshmëri delikate në shpirtin e Ebu Bekrit, kur shfaqet duke shkuar nxitimtit tek i dërguari i Allahut, duke i përveshur edhe rrobat e tij, dhe duke i qartë se ishte shumë i shqetësuar dhe e gjitha kjo për shkak se Omeri nuk e kishte falur për gabimin e bërë ndaj tij. Në të vërtetë, duket qartë se ai po shkonte tek profeti duke shpresuar se ai do të ndërmjetësonte përpajtimin me vllajën e tij Omerin. Pikërisht për këtë arsye, Ebu Bekrit radiallahu anhu i erdhi keq për Omerin, dhe nga frika se mos profeti sallallahu alaihi wasallam i bënte atij ndonjë gjë të papëlqyeshme, ul në gjunjë para profetit, duke ju drejtuar me këtë fjalë: "O i dërguari i Allahut, të betohem për Allahun se un kam më shumë faj." Kjo tregon se atë moment Ebu Bekri radiallahu anhu ishte plotësisht i kënaqur shpirtërisht me Omerin, e në shpirtra të tillë fisnik nuk mund të zhvillohet as urrëtia dhe as mlefi. Allahu i madhërisëm thotë: "Ata që i friksohen Allahut, kur u vjen ndonjë mendim i lig nga dialli, i kujtojnë urdhrat e tij, e atëherë e shohin rrugën e drejtë." 3. Ngjarje të tilla mund të kenë ndikim në momentin kur ndodhin, por ndikimi i tyre konsiderohet reagim emocional momental dhe kalimtar. Dhe ajo që mbetet është vllazëria e fortë, e qëndrueshme dhe e ngulitur thellë. Ishte Ebu Bekri radiallahu anhu që pati këtë zemrim ndaj Omerit radiallahu anhu, që nga ana e tij refuzoi ndjesën e tij duke i kthyer shpinën. Ishte pikërisht ai që në momentin e vdekjes nuk gjeti në zemrën e tij njeri më të ndershëm dhe më të mirë se sa Omeri radiallahu anhu për t'i lënë në dorë drejtimin e muslimanëve, duke bërë kalif të gjithë muslimanëve. Ndërsa nga ana tjetër, ishte Omeri radiallahu anhu që e nderonte, e vlerësonte dhe e donte aq shumë Ebu Bekrin radiallahu anhu sa që thoshte: "Do të preferoja më mirë të më prisnin kokën se sa të bëhem prije si një populli mes të cilit është dhe Ebu Bekri." 4. Kjo mirënjohje e madhe nga ana e pejgamberit ndaj Ebu Bekrit dhe rikujtimi i meritave të tij nga fillimi i përhapjes së Islamit, duke sakrifikuar me jetën dhe pasurinë e tij, ishin edhe shkaku i zemrimit të profetit sallallahu alaihi wasallam, aq sa u vrejnd dhe i ndryshoi edhe ngjyra e fytyrës. Në fund i bëri dhe një thirrje umetit të tij për t'i njohur meritat e Ebu Bekrit radiallahu anhu me fjalët: "A do të malini, rehat, shokun tim." Këtu vrejmë edhe mirënjohjen bujarit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj Ebu Bekrit radiallahu anhu, duke treguar meritat e tij të paarritshme me pozitën e tij të lartë në këtë umet, si dhe detyrimet që ky umet ka ndaj tij. Nga kjo ndodhim mësojmë që njerëzit me merita të mëdha duhet të trajtohen në mënyrë të përshtatshme me vlerat, meritat dhe pozitën që gëzojnë ata, si dhe duke i vënë në duke këto merita dhe vlerat të tyre sipas rastit.